Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi kudo që jeni dhe po na ndiqni. Sot ju prezantojmë fshatin Sharban, komuna e Prishtinës. Hajde të shohim dal nga dalë si është si fshat, mënyra jetesës e shumë veçori të tjera që i përkasin këtij fshati. Qëndroni me neve. Fillim ditë ju them që fshati është tipik malor, një fshat shumë i bukur, e ka një peizazh mahnetës. Me të vërtet, po m'pëlqen fshati nga këtu ku ndodhemi, e ka një pamje shumë të mirë. Shefeni pjesa malore, pra i rrethuar me kodra dhe male. Para se me vazhdu rrugën drejt, rrugës kryesore, e kemi këtu një cop rrugë, e përveç kësaj edhe ca shtëpi, po që këto shtëpi janë shumë të bukura në fillim të fshatit. Hajde po provojmë, po i thrasëm, po ja u prishëm gjumin të shohim fillimisht a janë të banuara, a është dikush, vetëm po mi të lutem onde, sa bukur. Edhe modelet e shtëpive janë shumë të bukura, afër maleve, por që këtu mungon pak një asfalt, për ndryshe perfekt është kjo pjesë. Po shpresojmë që kemi me taku dikën edhe me na tregu për fshatin Sharban. Vetëm keni ftu, hajde ta shpritëm ne. Dëni me po fshatin. Mboj kanë edhe pulja, kushi, a kanë më reqen këtë. Oj, zoti shpis! A doni musafir? Hajde, pas kemi një luke. Ashtë i din lukja me na tregu diçka pas ka dalë në rrezë diellit. Këtu ani pse temperaturat janë shumë të larta, freskije kemi me që është vend malor. Përshëndetje! Po mos del se vim na. Qysh je? A je mirë? Ka marrë me ju pyet diçka për fshatin. A mundesh me fol me na tregu diçka? Allahi brelysh, mirë, krejt, rahat jem. Veta je mirë me shëndet. Allahi vet, se di qa më thonë, ka her ma mirë, ka her ma ljotë e liqkë. Po, qa ti besh? Mosha. Mirë është edhe ky djali? Qyshia jem. Po nduket që janë mikë pritsa dhe në këtë fshat. Pas ke dalë në rrezë diellit, a? Po, Allahi që shtu në diell, po dalë e liqkë. Fshati shumë i bukur. I mire, me kojshia, me krejt, rahat, probleme s'kem. Qaj e më rëndësi, e që sa vite jeni në këtë fshat? Jem Allahi që të se ma përshtjen akon, që një 2-13 vjetë. A e keni dikon jashtë Kosovës mërgjimtar? Familjes? Po. Shtëpit janë shumë të bukura. E me kam po jetën këtë? Me djelë. 3 djelë. Me 3 djemë jetën këtë? Po i vogli këtu, basri atje, aprimi që atje. 3 djemë shpia cikotia, 3. Elham për zyti mirë shumë. Po, me cilin po jetën? Me të voglin, a? Me të voglin. Jo, më ka të pillua i vetë se të isha o zëtë se më thonë nona, dire po shkej me qito. Aha, mos janë djemë këta?
Po, afrimi. Afrimi? Po. Afrim, përshëndetje. Si jeni? A jeni mirë? E kemi në zonë, valla. Ka ronë në rador. Faleminderit, ta zhvim. Hajtë kalzëm diçka për fshatin. Vallahi s'gjamë që mirë me këshie me krejt. Apo vjen ai kosh, hajde olo në rinkom, se s'po du me të mundu se dhe është në zetë. Apo vjen ai kosh me të vizitu, me të po qyshie. O tyve vinë, familja vinë qështu. Jo, kjo nuk dë nërhije se nërtë. Po unë këtë mush northen, i dë në rezët. Familja the po vina? Po tyve po vinë. Ishtë ja këthej Edhe tjilët djelë që shpinën. më marrit jetën temë, O, sa imrin tem, mirë. djelë që më qyrin, më në rëjnë për ma mirë, unë jo me knashta me jetën temë ma këni rritjo. Sa mirë, sa mirë. Shumë mirë, Shqyqër shumë. që ti ka që zoti djelë Ilham e për halavet. zyti. Se qërë nëuna mi po mirë, nëuna knoqet. Mi po kësh ka shkojnë, helmin zemër të shkojnë lyshke. Veç ilham për zyti si djelët, si rejat, ilham për zyti mirë bëllë. Po qysh e ki shpirtin ta ka pru dhe zoti punë. Ilham për zyti mirë shumë. Kur e ki zemrën e mirë, nashti pak vonën, po në fund shpërblesh. Ilham për zyti. A për nevri lyshke me që një vjetë, në Ramazan, jam konë pa qef lyshke me stamet e foli sabohin, u qëva me ravdes, u lidha namaz. Krejt kur i mrok të ngoj, i për zërë së më qëna. Së më lkuna u këtë qita krejt. Vjen djoli i vogël, në unë që ka u bo, thamë të i verën për më e djalem, thash më quhe, se di më që me folë sabohin, im këtë qitin. Dhe të i nëmë në që se kësë me ku më qute mjeku, më të fotografu në rëngel të fjellë, ka ndëdhe që kjo. Kur shkujnë, tha vëllohi, tha, i sholla i men, ka përgjën se nevri ja kanë zonë mishën, si dhomit që dhem, A, po, e është ki, dhimë të dhimë e keqe. keqe, si s'më isha mulkun heq, Po. veç në deti që shto, në dilë dalë, Po. Të i nejtë vjetit goti. po ty për mirë, Se djolin ju. atë qaj, shkyva me retë, modhe edhe me 2 qikat, unë Po. shkum 4 veta, shkum e pagujtën restoranin, na quen, erdhe na murë mirë bëllë këna të qim. Përveç të marrë një karrik se më thonë kontë. Që veç të marrë shtë një karrik? Hajde, apo vjen shtë me mu? Hajde. Se thash këtë në rezet djelet, ki marak në zetë, se ja u lyp trupi juve. Po lyqë ka e me vëllohi, po Unë sa i kisha gjyshe gjallë, hajde shtullë. Sa i kisha gjyshe gjallë, ka i nëzaj isha të shtreme i mlë isha. Se me të isha që nortën. qka Posta, keni përësit diqka? Zerë tyven për ditash, Keni përësit në i qka? e qelju që shtë. Met në i shoqe. Këtë Ha? fshat, a e kina i shoqe? I ka më lohë lyqka jemi. Po tyve i Apo ka. vinë me të po? Jënë konë më po, si kur më të rajdi, knoqëmi me ty. Sa vete i bone? Të edhe të nja, Ani nuk pas ke shumë. je bo lala, Po thu, po e tyve. që shenë konë këtu të edhe të një vjetë për juve. U vëllohi mirë bëllëve që atë katunin pësht jena konë maspori, tani jena orë 3 djelë këtu, Që soj një ardhë këtu? që 13 vjetë. Këtu e pasket për mrekulli. Shumë bukur e pasket. Ju lëmë për zyti mirë shumë. Unë mendova thash mos janë mërgjimtarë dhe janë dyrë të mbyllë. Jo nuk o këtu, se i ka dek boba res, Po, e shkuj ka dek që 2 javë, tani shkoj sebet në nësë vetë. po. Tani unë me hongër me pikat e tjera të Veç ki me rempim. zgjidh, veç ku po dënë. Jo pasha zëtin mirë, faleminderit shumë. Veç të i ndru kuzhinat. Nesh, dësh, tresh. E mirë, lëmë për zyti. E voj Zaki? I kam 3 qika e 5 djelë. Mashallah. Tetë fëllë. Po 8.000. Qika e vogël në Gjermani, dhe djoli madh, në Itali kë i dyti. Apo Mirë, vinë shpesh? po vinë lyqkemi. Ja, ke mujtë me shku në jere. Jem konë vëlla. Alo po munesh, a? Po pasha zëtin se Pasha kom zote. një. Pasha zote nirvis ta pas kalo shej. Në aeroplan. Faleminderit shumë. E fshati është hiq i madh. A e din? Këtu a? Po, që ky fshati Sharban.
Sharban i madh olla për tash në fund çatje që është aty, më në fund. Çatje përfundon. Po, edhe këtu mirë bëllë të nanë. Apo shkojmë të djali pim kofe? Hajde, Luçka. Hajde, Luçka jeme, sa mirë po më thirr. Me ecë po më ishe mirë. O, Wallahi. Si flutër këke. O, Luçka jeme, mirë jëmë konë veç që në zonën njërë, s'po më në rishnë. Tash apo ki kontrolla kështë? Po të bje me shku me u kontrollu shpesh? Të miku. E të ty berë, ju po për si Drejsa po... të i po lajmuat dhimta. Mirë, shqyr, elhamdulillah. Po, shumë mirë. E atëherë kur i nikon atje poshtë, a i nikon me një shtëpi krejt, a? Krejt jena konë. Tash jeni ndo, Po, me një varë. jë Shumë mirë mirë. shumë. Që kjo shpija primit. A do një mësafer? Zemë. Ju ko këtë mikë pritë sa më refort? Mesa. Mashallah. ka djallë. Sa mesa e një pa i bone? A? A? Sa mesa e një pa i bone? A ti në mrojmë? Po thu mos mija sa i pune, a? Se dolin shumë, a? E përshëndetje, e pas kanë pastru. Më doth i kom qëropat e qkyme. Edhe na i kemi të shkyme. Si e jemi Si kalon. Unë jam modest, e kalzej, vallaj Po qkyme i komo. krejt që është i kemi. S'ki qka se së mpretëshën. Mirë si ju gjetem, faleminderit shumë për pritjen. Jo, kene keni në zonë. A, ljo, kënë më qështë kam rakë, më shkall më apetin Po jo, ne për krejt dy janë që shtë e kiti. Ka të shkajsh. E një i takon kënot. Po po gjellëzet. Qështë kaloni? Mirë shëndet. Familja mirë, me Mirë shëndet falir mirë. zoti. Rahat po, shënash po, shëndetin po, gjitha janë. Shtëpijat e mira, po u borrin, Po, 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 mirë. nonën, po, krejt mira. Nonën së te kemi është pasunia me mollë. Po, vallaj. E kemi. Hajde shpirt jam. S'më rrin kje pana qofë, si t'vim pi pune. Qështë e ko, ligje Po, se ko. dhoni ju kom dërpret. Ja, se ko. Po, Qështë e ko. E mu për qafëm njerësën se kom Qafe non, qafe. Po, shpirti. E, ljo majko shë nonën. Jo me, është e vërtet. E do të mja Ka bo ditë një mush bëjë shtyme, po jo, për nonën s'janë shumë as njerë. Si kam bush 81 vjetë, po Po më tregoj. Tash pak pas Ha? këtë qyshmëre pak. pak. Pak më doken. Pak, Ja një 100 shënkjerë më bëllakësën kësmet. dhe 105 ja kom qitën e. Për me Që është e kena marrveshin me ta. Nuk u dzën ma heret. Pasha zotin, me bo. Me bo me shkrep ma heret, nuk të flasë mo. Jo, sartë, idhnomi me ta. Shoti Sharban. Nga pomja e parë është një fshat shumë i bukur. Nuk e di deri në fund se si përmbyllet. Është fshat i qetë. Ofer qyteti s'është largë me këtë pjesën kënina që vim për Siqeves. Jënë të gjithë, dhe thëtë, një familje si një gjaku, dhe thëtë, sharboni një olt, fes, po, po. një fesimi sharboni olt, se tani ekzistojnë dy sharbonat, sharboni e për edhe sharboni olt, po ky olti është, dhe thëtë, vetëm një fisi, dhe thëtë një gjaku jemi. Kjo është i ulti, e i e për miku është? E primi është në të zonën që nga këni orë, A, nej, po. nalt, Po. edhe aja pjesa tjetër që lidhet që përkuvizohet, dhe thëtë me Rimanish, Siqeve dhe Koleq. Është në qathara... Po, më duket atje ka ma pak shtepi. Jo, aty A, po pak. Atje kanë vetëm vikendica, villat që kanë bo për qef kështu, dhe thëtë është i pabanushëm të nkuën, po në Sharban Tult është i banushëm. Si po jetoni? Me qëfar veprimtarie po mireni, qka po bëni? Qështë ati me qërop të qyme. Inshallah se ko gjeni dy kursione. Na ishë më të mirë se kemi. Do thëtë mirëmi me objekte, do thëtë me fasadimin e tyne, me servis të kere, me pastrim kimik, me qësivar... E me qërop të qkyme? Po me qërop të qkyme. Morë të të beton. Bal. Unë me qitë mikrofon e kam, unë s'kom tjetër sen. Po dhe këtë kësuve në kim ropa. Sa bukur e ke thonë. Po, vëlla. E, pa më funa. Po, vëlla. Unë i kam... Epa. Kjo smet në i mërgjimtor që tash
I lunë puna kësaj Po, ti bjeni por që ropë për të fola. Ose mbinë shumë dhe rota, kështë po kanë harru ku me ditë. Po, e kështa shalës jenarë. Për të i shakos, Ja, kushtet si janë brenda fshatit. Kushtet, s'di që them. A ko diçka që mungon? Po, ka që mungon rrugicat e fshatit, rrugicat se rrugët janë. Po, Kanë bojë rrugicat investime, të më të shkurta, po aty më të shkurta, sikur për shembull këtë që se kemi bërë edhe vetë, që do thotë këtë pjesën këtu e kemi shtruar me kucka vetë. Që kanë thonë që kemi me shtru, janë dhe rrugica që pa bë, një kanalizim është për mbetë si për gjys, po është funksional, po nuk është i përfunduar me poseta me sene që shlypet projekti, që ashtu e kanë posë një farë mosmarrëveshje komune, kompanije e fshatorë të sene, edhe çatën diçka tjetër. Ujësillëci, Jo, sjellësin nuk e kemi. si ja bëni për ujë? Kemi do thotë posetat janë me filtera në mrena, gjithmonë janë me filtrume që përdormi edhe çështë. Nuk tokat janë bujësia është Po punohen? punojnë disa fshator, a na për veti ka ku që se punojmë, ja Jo, dhojmë. pas këtë punë mjaftu Po, shumë. na ja dhojmë dikuj që punon me atë punë, me çeta. A një mirë që jepni dikujt bili me Po, shfrytzu pse me duhet lëndje. mos me lëndje rrin, e morin e shfrytëzojnë pas një cent vetëm për me bë tokën e punueshme. Ftesa ka qenë me orë në Sharban, për çka më kanë ftu? Si janë banorët, për çka njihen? Se di, Vazhdoni me i rujt traditat? po, Këtë në familjet juven po. këtu në Përa ne po, nuk di çka me thonë. Po, është Pikë e pyetje të shuvëm si janë. E tash përgjithësi janë njerëz mirë, njerëz turp, njerëz të sjellshëm, pa të loshe. Se cili i këshir punë të veta. Po, sikur se tash s'ka kop, se cilën e ka kop hollët e veta. Mas punë. Dinamike po e bën. Po dinamike që po ti kesh edhe 40 orë dita, s'na këshin dolë, se 24 që s'pëna dolin. E vërtet, me pas 40 gjysën e Kosovës e kështë bli. Po thua? Me gjithë këtë angazhem. Shqyr që s'na shkurtojnë, më na kanë shkurtu pak se marrum. S'bën ty mi t'i jep 40, se gjysën e kështë bo për Po, vete. është të losh, që me Jeni shembull shumë i mirë, në moshë të re, keni arrit, me pas biznesin e jov, me punu djers, punën halal me djers që thonë. Po gjitha i kena po me djerës të punu, pe kur kemi përfundu dhe të shkollimin edhe pe ateshe as njerë si mi ndollë, me dy vllaznimat vogël sone që i kam, si mi ndollë. E përmendet shkollimin, është shkolla brenda fshatit a jo? Është pjesën pak më naltë. Në që të Sharbonin e olte, më thonë është. Naltë, po. Gjami po, Po e kemi edhe të e kemi bo para disa viteve, dhe ajo është, do të funksionali është një xhami e re. Po banor ka pak ma pak, do të thëtë se e kanë lshu këgja shumë. e cila ka qenë arsyeja që e kanë praktisë dër këtë fshati. Në komunë Prishtinës, unë zdi ku po të ma mirë. Është e vërtet. Arsyeja ka qenë në fillim kur kanë qenë rrugat e ulta, do thëtë s'ka posë llogari me shkum punë me kerr. Se s'ka mujt me mbuluar shpenzimet që i ka dorë, s'ka moni rrugët vogël, tashi rrugat janë shumë të mira, më shkon me kerr unë punë, kthehesh, do thotë i mbolë gjitha, atëherë janë mundu njerëzit më ofru sa më ngat punës brenda qytetit që as me autobus mos më përdor, po sot jetë me shkum kom për me shfrytzuar sa më ngat, që janë kon rrugat ku janë kon 180 euro, 220 euro, 300 euro ku janë kon rrugat e vogla, tash gjithë e dim që aty rruga s'ekzistojnë, po standardi më i mirë. Edhe ka mundësi të gjithë këtu që i kemi farefis, do thotë që janë bashkëfshatore sene, tash i transporti publik është i komunës që kanë bo, do thotë, urbani, është me... Urbani ka lënë kënej? Po, është kodër komunës që ka bo me atë Po se çmimin. dija sakt në cilat fshatra Jo, është e komunës Prishtinës, do thotë që i bie për lëzhan për fshatrat e Podjevës, që shfrytëzojnë edhe aty fshatra çat çmimin që është si në qytet me çat ofertat që janë. 80 cent Dita. që ti veç amunësh me nejt në autobus. Veç amunësh me nejt. Kështu që unë vjen natës që halen një bilet se ku shfrytzu. Halesim. Te nonën. I të shfrytëzon. Nonën 1800 kerë për pora ka të na thot. Te klima. Te klima. Pa Ja klim nona, fladit. pa klim se da. Ja fladit shamin. Çështë edhe çështë është. Shumë mirë, shumë mirë.
Përafërsisht sa banor munden me qenë brenda fshatit, ose sa familje rezidente që ju e dini? Janë dykon 45 shtëpi që aty dykon. Ani mirë, matoze, ma mirë, ma qetë. Është ma qetë. Po. Po është fakt, është ma Se qetë. cili dini punë ku i leni e tek? Po vatniku e gjatë që do të nuk takohemi në mes vete, se cili punë të veta në angazhime, se do të të gjithë punojnë. Asnjë nuk janë, do të që është dikush që nuk është i angazhuar ose që nuk ka punë. Sigurisht më që veç ka njerëz që punojnë se unë ka së dush. Përveç familjes t'juve, ka prej familjeve të tjera që kanë biznes privat? Apo jeni vetëm ju në këtë fshat? Ka, do të të Ndërtimtari apo ndonjë biznes tjetër? Këtu që janë se qa janë në Prishtinë se i kemi sigurisht ata restorantet e nozit, gjalltore e nozit që janë, ata janë qytuit. Sa pasulin e hoteta Ata janë këtu. këti fshat? Po, jemi të një gjakut. Edhe gjithë mirë është, nuk është keq. So herë pritej me bo dorkën të nozi. Nozin pasël. Mi ngri brit. Pasël me mish. Gjithë. A u lodhe? A u mërzite? Se t'lem pak. Jo, vallahi së mërzita, veç faleminderit që një orë se mu mërzit. Edhe e ke shtrunin e këfjellët. Apo mundesh me punu diçka kështë me gjipnera, diçka? Jo, vallahi lysë. Jo tyve, ma shumë djelë lydhë, nash ka i bije po shenë dhëmë. Tani kur të po shej dalape në djelë. I merë edhe dërreze. Ja dhe një djemët kur t'i vim për punës, herë të njoni. Qështë e ka? Ua, Qofë. cilin po e përqof mas shumë ti? Pasha zëti njëjtë. A? Jo, si doj njëjtë. Cilin të prind dho me njejt, apo? Dhimë të në knashësin e kam krejt. O valloj mos më shtin se pa janë dzirë, kënë e dënë ma shumë se ljo. Se së më nësh me shti. Apo një, më dhonë krejt dy janë njës se daloj që më thonë me duhe njëjtë i duhe. Ja po, se cili e ka të vendin e vetë, njoni duhet për Dashnin diçka e vet. tjetër e po, normal, e vlad. Po ty bëllu që jemi mësë. Elham për zëti, mirë bëllë, në rëjnë, këqyrin, thirin. Paske pas fatin çfarë djemsh paske rritë, se tash e din krejt qysh po sillet situata, sidomos për pleç ka ardhur shumë kohë e vështirë. Shumë është e vërtet, po miraj që se respekta prindin. Po na ditë kemi me urdhë dhe na, po do thotë është një fat i mirë se ne se për me quji për ne. Do thotë, ne respektojmë nëmën qasë shumë, so që edhe thmija tu njëjtin hap e bojnë. Se do thotë ernekin, qysh do që të she, si po sillesh me prindin. Po e përbuzet i prindin edhe thmija përbuzet. Jo gjithë shka këthet në këtë dynjo që thuj. Edhe kështu që dojnë na mi tunë më në këthy veç 50%. Sa e këthejmë nëmës tu. Jo 100%, veç 50%. Qash, slypo më shumë. Sa e prindin bob nuk e keni, ja? Jo, ka 30 vite që ka vdek. Qa ti vesh? Ne myti noma. A? Ne myti noma. Ku e le burën, që i bone? A? U dek, Nëso kesh, jo të kom po. e bëdha. O dek prej Dek e shkuve, dekës. qërët e bozë zvetë krejt i kanë go, që ka këqyra e nonën. Sa mirë. O, zëtë, shkeket me të natë mirat jarke, e ishën dhëmë atë, kur se kja për pritë më shko bërë grua, me këqyr ka dole nonën autohongraj. Jo, ty bërën po pritëj, ka dole të gjomin s'kej, e hënkë rëmisht të zona i deqë, e hënkë aty senë qka i bleke, pëmë qka i bleke, e lëhëm për zëti, mirë. 6 vjesë këm po smi. Po, a është i modhe? A një tjetër ma i madhë? I modhe jashtë. Po, po. Edhe i dyti, në Itali, E kjo është i qika vogël? vogël. Edhe një me misit. Mu më kanë gjuhë hera në herë kënine. 4 mesit jenë për gazepi. Hanë për zyti. I sholla e vlatë e vetë, i këqyrin, i knoqin, qysh po në rënë mu po më dënë, po rahatëna si me djelë, si me reja, si e knoqin e jenë gjithë. Pa dyshim se kjo veç cilët, rëmbullak. E po do. Edhe qka të mbjell kemi me kur. Gjithë, është e vërtet.
A ju falenderoj shumë për kohën, faleminderit që na e ke qelë dyrë të shtëpisë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe Zoti te do shëndete, u kënaq gjithmonë me djemë, me nuse, nipa, mbesa. Amen. Faleminderit. Rësh, krejt, rësh, po së më tregojni me sa jenë gjithsej. O lojtë me imi një jurë një mbljo. Qaç, shëqër. Soj të marrue, se ka marru kje kalavlak. E pas kanë trashegu. No, është ma mirë me bo fëmijë ma shumë. Si të ilim na për ta. Pa pa zote. Faleminderit shumë. I porim pa dek. Po. Pas 6 vete, 1 vjet. Edhe më dhe që rryku temperaturë, kryet e që shumë. I dhe ishin në kësi janë kryet sa bëje ju ajke, kryet i bëjke dhe që shumë. Tani mi ka forë zyti kryu më të më të që ati modhe që është, tani rend bekumit. Tani mo, vesh dhe ku ka thas zotës, s'ko ke konë të ditë më nëllë. Për pak me mu shkejt sharbonin. Kështë gjyshë tu na kanë bo shumë. Po është më atëherë, qëte kam vepru, ta shimo ju. Tash me njo në unijet bërti masatje. E so atje. Po tash, po sa lindë, këqyrin me bo plonet, edhe për mja siguru jetën edhe... Që unë jem të shtë, po për një mes... Po atëherë jeta, sështë e mirë se asë njerë jetat për plosë gjithkën. Asë njerë plonet, gjithmonë du të ketë plonë njëri. Po ju asë njerë s'dolin plonet që kemi nuk, kur. Gjithmonë ko ndryshim në rrugë, po më nësi është me posë sokun me mri, ashtë kanë djatë, anë të mojtë në ka më nësi. Më nësi me mri ati ku e keni, se për që shkan pa pengesa nuk o shonës. Se jetat për plosë. Po dhe të bo shumë plone, djeve po na shkoj jeta, nuk po e shijojmë. A di të me ndu për fëmije jeta po shkoj. Pa fiks, që ashtë është fjollë. Inshallah e kemi shëndetin bashkë me juve, faleminderit shumë edhe një herë, ishte shumë që jeni dol. Respekt për familjen e Shumë juve. faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ajde ondi ullu, pije një sokçe. Hajde ol, Super familje kjo, faleminderit për zemërsisht, faleminderit për pritjen, për muhabetin, jemi kënaqë dhe ja ka vlejt kjo rruga që e morëm drejt këtyne shtepive. Ani pse unë mendova t'ju them drejten që janë mërgjimtar, thash janë edhe të mbyllme, por ja që ndoli e kundërta. Një familje si kjo u shtofshin. Ne po vazhdojmë rrugën kryesore drejt fshatit, jemi shumë kurrështor me po fshatin, përse ofërmi sa ma shpejt që është e mundur, ose të shpejt ondi. Ke fillu me më kupju të jetë shpejt. Po vazhdojmë rrugës në kërkim të familjeve si kjo, familjeve mikpritse, dashtme, e po ashtu edhe ti morëm pamjet nga i tërë fshati, rrugica, do munduemi me... Më do kënë thiri. Do mundohemi me pasqyru në mënyrën më të mirë të mundshme, si në çdo fshat. Po shifeni pamjet, kapi ondi pamjet, pamja flet vetë, me të vërtet vlen kjo thenja në këtë fshat. Pamjet flasin vetë. Është fshat tipik malor, i rrethuar me male, shtëpit e bukura, ojri, pastër. Ani pse temperaturat janë shumë të larta, nuk po i vrejmë me që këtu është shumë freskët. Ana boni me dorë nuk e posh, ju kërkoj falje, se po do të edhe me urujt për shkak se mungojnë trotuart, edhe në mënyrë që mos me bloku rrugën. Me bo më mshkel pajtore one, po dihet. Siç na tregoi edhe banori, ende janë disa rrugica cilat janë të pashtrume, vetëm rruga kryesore. Por në përgjithësi jeta është shumë e mirë, njerëzit janë të mirë nga ajo çka edhe më tregun, po ami syzat ke po harroj. Pare s'kam, dashni s'kam, për kur qas është mani, edhe pse do vjeti kam, duke vetja I ri. Edhe njerëzit
janë të mirë, kështu pra, si që dhe më tha, i takojnë një fisi, pra janë një gjoku. Një tokë, një pjesë e tokës e punume, e mbjellme me grurë. Pastërti, jo lumt. Shifeni për shembull Bori, si është i kositëm në këtë fshat. Hajde dhe dikun po trokosëm, po throsëm, po i gjejmë banorët. Në faktun edhe me këtë intervist, edhe me përmbyll, jam e knoqme, jam e plotësume. Kemi folë shumë për fshatin, jemi knoq, por që po mundohemi kujdes. Por që jemi ende në kërkim të banorëve tjerë. Shefi shtëpit, krit për skej maleve, kështu bukur është shumë me i po se di pak para qëtë rëzika, ofër maleve, del dënjarë u shau i ka. I pas kanë edhe shportat e mbeturinave pranë dyrëve të burreve, jo lumt. Është fshati, s'po di që është me tregu mo. Është shumë i bukur. Shtëpi kjo e bukur. Perfekt, por që kjo duket me qenë shtëpi e mërgjimtarit. Këto e kam një pasyre me pasyre, kush është me bukur, kur këto pasyre nuk janë ashkalej pa u këqyrë një herë. Këtu në fshat po e kam shumë problem me flok, se po mi qëra vesh, jenë të orë fëmijë me trotinet. Era, edhe nëse është nxehtë, në fshat frynë gjithmonë era, edhe flokët po shkojnë për havo. Dhe një pull ku ka që aty, hajtë kap më qatë pull. Lule vjollca. Po? Lule vjollca. Si e ka emrin kjo? Sa bukur, a? Ja, së është lule bomboni kjo. Jemi të e pa një serë, pra kujdes se po vjen një makinë. E kemi me shtemi pak probleme gjirime, si jemi në rrugë kryesore, jeni të e pa, por do mundohemi me ja dalë edhe këtij fshati, si çdo fshat tjetër. Edhe një pjesë bukur e madhe e punume me misër, edhe një serë për skej. Oj, zoti shpis! O, faleminderit! A dëni mësafir shpia e madhe? Am han bubi? Am han bubi? Bubi? A i sigurt, po shalon, hajde merrëm. Vallojnë halal të koftë gjithë këtë pje. A? Janë televizor, jo veç në telefon. Bubi po më këshyrë, po si jeni, a jeni mirë. Mirë falë, ko po i gjatë, ka ke mashallah të koftë. Qysh mi ka përci lullet? Hajde, po qysh jeni bre, a jeni mirë. Ti? Mirë edhe na. Jo se mi lodh veç, i veç jem të uknoq. Ani mirë shumë. Po, valla. Hajde, kapja thujmë. Ullë. M'ball të gjakut më ka hije. Po, valla, ju boft mirë. Hajde shto afër mije për shkak të mikrofonit. Se i kam dëllafe me juve. Dhe më qitë televizor, a? Po, kjo s'met. Hajde, kjo Po m'duket si jeni... S'kesh i pregadit. A, po, në nuk i përgaditi, valla. Ja, si përgaditi une. Po m'duket në orë punës, jo me pi qaja. Po, për në Që po punu që punani? ati. Punoj me bujësina më shumë, me blektorie, me borsi, me të Allah i tëre. kratë që lumshën, se veç mi pa syni me të knaqë. Kritë kjo pjesë është e juvja. Gjysa është e jënja, gjysa një kryshije. E none edhe në këtë pjesën kënje pas, kja? Kjo dhe kënjina nona, që të ka pak. Nona. Po, nona kujdeset, ka pak, do borë, sa për veti. Shumë mirë. Qështë më kaloni? Mirë. Më shak. Ti qysh je? Mirë, Po falenderoj. lëdhësh? Heq. Na zimi me ullodh, korë. Ku me ullodh me fshatra të mira, njerëz të mirë. Mirë. Qeti jena këtu mirë është. E pas këtë zgjedh fshatin ma të bukur në këtë komunë. Unë e deri me tani se di që kom gjiru në i fshat ma të bukur në komunë Prishtinës. Nga të kena Prishtinën këtu, 15 minuta për këtu i Prishtinë shkrim. Që të rrim,
E tash me ju pyet, a e kam braktis fshatin? Pak po. Pse me që jeni në komunë Prishtinës ka qofër, ta na ndërë të shpis? Mirë, i kena të në për rinia pak. S'ka mbet rinia. Nuk përdojnë bashkë. Kështu që na, që të punojna me blegtari, kem dhe shtallën na që atje. Apo? Çka po mbon aty? I kam dhe lep. Sa copa? I kam një 15. A me ndën me rrit numrin a? Dhe bika më mund me shtije. Ma shumë. Cili është numri më i madh që e keni pas? Po i kum pas 300 dele dhe një 30 copa lep, po pak i kena... Klasifiku tash e keni. Po pak ma pak e... Qështë? Apo është e vështirë puna? është pak, po... Apo ka kush me ju ndihmu, apo e bëni punën krejtësisht vetë? Jem na kallablak vet, Shtëpi e madhe, a? Po, edhe i kem do mjet e kena krejt. Kena me kumboja, 5 traktora, të ne kena. Sa mirë. Si keqëm jem qëto, më largove që qështa. Se s'po dhja, po ndëgjuhet zoni mjaftueshëm. Tani mos të folëm koti e zoni kërka heq. Do ta për mikrofonit. Keni pasë mbështetje në ndonjë subvencion ati qka? Po, grande kem për Ministrisë Bujqësisë, që ato, 30% ata, 25% na. Sa do pak një letësim. Këto në pjesa ka që madhe që po i shumë janë edhe për shqitje. To e keme komunet, Prishtinës, në ka dhonë edhe këto grand, edhe qështu punim. Shumë mirë. Po punëtorit edhe me i ndihmu e ka me të halal. Se po shihet puna flet vet hajt fokusonti nëse deri me ta kujdes, nëse deri me tani nuk i ke kop. Veç kur t'ja thaj kompni dhe gjina, e mita. A? Nost. S'ka hajgare kur dhezët kamera, s'ka do të gjirimin 10-10 me kon. Këtu mesin. A njini me gjithë banorët? More ishit shumë i krica, familja e dytë me një herën pranut. Na kënina Gollaku që shtu jena. A, Gollaku. S'ka. Ose pas Kosova Gollakun. Ja, janë mirë, këto gjinja janë mirë. Janë gjenë shumë, janë të tona mirë. Sa shtepi munden me konë këtë fshat? Ola një kove që nuk janë banush me të tëna. Një 70 shpi janë. Edhe ato me dry po i llogarit. Po, mirë janë. Qetë është. Mirë. Shkollën e kishe dikon, Manal. aknej po i bjen tash, po, Manal. Shkolla fillore veç, apo? Shkolla fillore nuk konë zonca shumë, dikon 40 zonca, s'ko më shumë. Mirë po, që të shkolla, pësaj si të vinë në autobusin e kam pa pare, vinë për komunës e kemë. Shumë mirë. Me ujësjallë si që ndroni? Energji elektrike? Sirtin e kemë për bjeshke. Me zë e kena bazenta 8 tonë dhe e kena me romit lirë. Se kena për batalë. Rjeti kanalizimit? Mirë, rjetin e kanë bovë që një 2 vite edhe mirë është. Qendër mjekësisë familjare, a keni ajo? U konë po në kanë byllë. Në kanë byllë a bëllontën që një 2 vjetë se u konë. Ndoshta për shkak të rënjës së numrit banorëve dhe se kanë po të arsyeshme. E kanë byllë që një 2 vjetë edhe sot të funksionuar, se funksionuar. Pani, inshallah nuk s'muni, se edhe me ju dash Prishtinë. Ja, Prishtinën nga të kenë 15 minuta. 15 minuta. A kishe mendu ndonjëherë me braktis këtë fshat? Se di, na i kena edhe në Prishtinë, për nuk shkojna nere ju. Sa jeni ende i ri edhe që mundesh, Po punim ka pak, nga të kemë. Shumë. A ti ikum? Ja, Pse? po ikum. Një sak? Zoti ju dhosh bereqet. Oj. Po ty, pagore këva. Ja, faleminderit shumë se po ikum. Zoti ju dhosh bereqet, Kur du faleminderit shajtë, shumë për pritjen. natë që të kësyrë kesh. Po shalom. Ku më këtë në çfarë koincidencë. Po ti. Hajt ku këtë cilën këtë e Që, qyrë në YouTube e kështë? Facebook. TikTok po është që të TikTok? dhe, që të bë. A që këtë TikTok ko punë të keq i ko me mu. Ja, Këtë punën po ma merë. Pa lejen teme. O, që ta është dëllë këtë i tërkosh. Që të të poshë Allah. Po dëllë një më e mirë se. Që të poshë Po, dykon. po t'ka shku kështë. T'ka shku Që të nashta ma. Që të poshë. Dole e plasë. S'ka ka konë kësmet me po. Nese, Po ju zajtë besoj. Faleminderit Hajde. shumë, ishte shumë knaci. Kur dush saj dhe jena që të... Po, nuk i lo me qikaqëne. Që dhe më në boka, hese së problem. Faleminderit shumë. Që kë kena
vjetër këtu, kema Ja u traktora, shtoft shumë zoti. bojën, ketë. Masi jeni punëtor, Qatë nalë të kemë shtollën. ishtë talun e qikni. Hajde. Jemi së të së Po qatë taksirote ka Jo, mëne. bre. E shkurtëm kopin. Ja. Që, Jo, mas me vjen këtu, mas me vjen. Apo këtheni këtë, se dhe jeni blu. Hajde, të përshëndes, hajde. Faleminderit shumë që Hajde, erdhe pa hajde, shok, po, përshëndes. Jo, bre, mësë të, Po mësë është të. sotet. Mësë të qes. Ika, mirë pafshim, faleminderit shumë. Edhe një tjetër familje e mrekullueshme u knaqe mërën këtë fshat mërë dole e plost. Faleminderit për zëmërsisht, për jetësisht familjeve si këtu. Fshat i bukur, njerëzit janë ata cilët e perfekcionojnë me fshate kudo që shkilin. Njerëzit janë ata cilët më interesojnë. Fokus, ondit lutem, sa bukur, kujdes bukuroshe mos delni në asfalt se po ju shkelin. Kështu e dënë fshati, këtë pomje. Qëken këtu? Shota, zëgj, pula, në onën tjetër, tokat e mbjellura, para, pomjet bukurat katunit, fshatit, katunit, njëjtë është, herë i thëmë fshat, herë katun, i njëjti muhabet është, shtëpit e bukura, perfekt. Përshëndetje. Apo ndëgjohemi? Mirë, jo se jeni. A je mirë? A je lull? Që shje me shëndet? Mirë, mirë. Që shpo kalon? E nome, për nome. Nëm. Ja, i mirë. Mirë, Po faleminderit. do sa kush ka njaj. Mirë shumë. Jo? Nome. Që shpo kalon në fshat? E nome, po mirë, mirë. Ashtë këto shtëpia jote? Që kjo është pija junë që aty është. Sa mire Po, paskit? që aty është edhe që tu i kem një farë proske po hinu gjithë për na me rrujtë që 4-5 herë. Po, si të bjeshi shumë. E atje në olti. Tje proske, ka sa sa që tu drizet poshtë. Dhe proske që aty të poshtë. Që aja atje. Që ashtu. Që kje kënej në lugut dhe si kënej. Në ta na unë po të heka ujë. Që tu të buhen. Po. Tu mësela përse. Po, Dhe për shkon të gri për hejna një, no? Këtu në podrum, për hejna një në kem një podrum. a ke bon ki së na i herë, Ne qatë ka kanë prish tonë? 2-3 friza, i ka prish tani utu, asi. Bunora ne për hen, qashtu. Atje në arto një prock. E ko më dole atje në rik. Veç që ashtë një farë të rosa aty dhe vjen asfaltit kënjë. Kënjë, të në honë, des një 10 prock ka jonë që vinë që të buhen. E ku po të qëlloj kam veç ty, e këtyne tjereve kujshive, a ju bën doma Aj? veç juve? Kujshive tjerë, familjeve tjera, a ju bën doma veç juve? Jo, valla, njeve ma të shumë ti. Aha. Njeve ma të shumë ti, se mund është morë me këshyrë ti. Hajde shkoj me Po një kësyrën. këshyrë sa ura. Kitë me bitë, po mëre, po ne që të punë e kam, nesh me kësyrë që shtë. Që ku i kom drunat. Po, Në vi goti me gati. mshedi, se që tu. E mshedi, po nuk po mvoj, pa të lova, pa që tonë. po dhe- Ja që të këtu po akia janë e kënej. Ja mos të marrë të ujë, Që se tu? s'munesh me e nolë, s'ki qka i bën. E me kam po jeton këtë? Me kanë po jetën. Alo, apo ndëgjohemi? Me kanë po jetën? Krej, shtu mushe tu i plot, dhe atje poshkën, dhe këtu. Me kanë po jetën. Po, edhe s'pe i interesoj kur kujna. Je bash mirë. Apo, ani. He tash vim. Hajde të shumë shpejt. Që shtu të ne po vjetë e poshkë. O, sa bukur e pas. Këna poshkë. Ane se po t'i ujet ka dhe lullet edhe këtë e pas ke fontonën, që e ka i të më qumëre. Wow, Që shtu i ku po 2 friza mi ka prish, dhe në gjëst ujën kom. sa mire paskët. Në maru 5-7 kërë këna maru atë herë, u metë që ashtu të në ajtë. Falla keq, ish dosh me ja u bo një zgjidhje.
Njena tani mushë ata punore atje po mushë, për duhet me dire, me qashtu. Po. E pas këtë fshatin shumë të bukur. E pas kur këtë po vje fshatin shumë vokti, të bukur. Me morë vëhët, atë përhojnë vatana, asje tani. Ja tani mo, Po des, po tani deri nuk mas u 4 kuzhet. vite. E atje po shko u qështu, kur mushet. E ma konë, E tani qysh po e largoni me hidrofor, ama qysh? a? Qysh po e largoni ujnë? Po qysh me largue? Që aty e kana bo një projekt, kanë thonë e marrëm një urë. Ata, kjo është e civa, me marrën një urë, po s'me marrojnë. Veç po hëjtë, po marrojnë, s'me marrojnë. Se Ja valla problem. ura kur u konë aty, asfalt kur u konë nuk hike ujtë. Po. Sa kun pak ma nalt, e asfalti kun ma pusht. Si shtu asfalti të një qua nalt aty edhe ujtë po hen. E sa herë ju ke thonë me ardhë me po gjendjen? Sa herë janë kun komune? Po, A janë kun? Apo që të mlin? është kjo farë ure, që të kanë apo kanë tonë komuna me marru një urë. Po, ani, inshallah. Këto është ure e modhe, nuk ka si se që qërë mësil këtu. No, që të mësim. Met, met mi ka silë. Pse, s'ka ka shka ujtë. Edhe vasi, 2 herë ka që komuna me ldirë për në të ërtë, veç përse në kësëshin edhe lajshin. E ke jas për ldirë ka dhe kësëshin me ldirë. Edhe kanë lonë. E nashti krejt fshati me u bashku, me bo diçka kësht mujt? Pa më bashku, po kush më bashku s'pe e polla kërkujna. Po, dhe po. Jo, Inshallah, Bërlogën këtu, që 2 javë ditë o qërtu s'vinë me morë heq. E paguat që e paguina për ditë, aty kështu Po, muj, po, njëra po, s'mu po. s'vinë me morë. e keni kompaninë e pastrimit që vjen rregullisht me marr, apo? Po dhe, na e paguim aty muj e Po, kemi po, me po. paguë. Vinë e morin një javë të kanë, pas po vinë heq. Ha, për një jo sa bërlogu bohat. S'vinë me morë, nuk di heq. Inshallah, e zgjidhni sa ma shpejt këtë problem. Për klem Faleminderit. 5 që në asfalta për klem gjithë, unë e mundohen asë që ka herë me që ato drungë, që aty kumlonë, që do të rosa dhe. Po, Dhe pe ishtit rosa të aty, ujtë po e shkort, a s'pa mu janë olli. Ta në dhe kjerë se për anin për gjullë, një në dhe që po. ti, e ma konë sen që tu me mujtë me i di, si shpo më vjerë, ishtë në ollu. Inshallah, sa ma shpejt ja u bojnë një zgjidhje. Faleminderit shumë. Aj, Miru ti të- pafshim. A jetë falë diska jetë. Hajde me shtemi, po vazhdojmë këtë pjesën e kemi një rrugicë, ka shumë shtepi të shumë që i kam punë kësajde, ke ma holla këtë. Njerës shumë i këprica. Ju lumt. Jemi të e po edhe objektin e gjamis, fokusondi, sa bukur duket nga këtë, sa shtepit e bukura, pastërti, me u knoqë, u knaqën fëmija. E lëmë të këta. E me mujtë më këthy edhe një herë në femiri. Sa në zotit si kësha dosht. Po që kje ondi po më thëtë që të po... S'po duket si me kom këtë. Oj, zoti shpis! Po, ka me ardhë, ka me hinë. Ka. Jemi me kamirë. A dëni mësafir? Faleminderit shumë, mirë si ju gjetëm. Si jeni, ajni mirë, dorën tina. Ajni mirë, unone. Faleminderit shumë. A dëni mësafir shpia e modhe? Përshëndetje. Si jeni, a jeni mirë? Si jeni, a jeni mirë? Mirë, A jeni lodhë, që shpo kalon mirë? ka pak qështë. Vjen mirë, Ju seni, mirë faleminderit. mi se keni orë në shatin tonë, Mirë si ju gjetëm është knatësi me orë në një fshat, si Sharboni. të është. Ju lumt, Urnoni, faleminderit. S'ka problem. Apo vjen ofer meje, me cilin ko me bisedu me të parin, shkaku i mikrofonit. Që shpo kaloni? mirë. Si është jeta në fshatin Sharban? Po si gjithkon, qetë është, shatë periferi Prishtinës, është
fshat bagi i qetë, i bukur, tash pranvera e po të veten. Që më thonë? Për aqë sa unë arrita me po, e keni një mënyrë jetesës më të veçantë, sidomos për fshatrave të tjera të kësaj komune. Përveç mikpritjes, ishit top. Numër 1. Ashtu është. Ju po këto e Ashtu kohë shqiptare. Gjithashtu. Tash në përgjithësi çka mendon sa po i ruajmë traditat, adetet? Po mendohem. Ende po mendohem me moj traditat që kena pas të partë. Na po mendohem me vazhdue gradualisht. Po. Mirë po do të ri pak, janë ma të civilizuar, pak ma të rrjeqën janë. Pak na që jena ma të më shumë po mendohem me mojtë. Mos mi harrue të moshmit. Mosha e mesme. Mosha e mesme, sidomos enëm në për familjar, thirën pijat, moshme që e kene do të moshme edhe të rejat, këtu ma shumë vinë vetë, adin, këtu ma të moshmet e ka një respekt ma të veçantë të shkojnë a i marëm sikur këtu në herë. Që aty ku ka bia, që aty ka bereqet. Po, ashtu kanë thonë. Që ashtu ka me mbetë gjithmonë. E përmendet edhe pjesën e rinisë, civilizimi i tepërt, po e them kështu kushtimisht, qa me ndonë, po na dëmton pak si popull, po i harrojmë sa gjona nga kemi ardhë, si jemi rritë, kush jemi. Ashtu është. Ashtu është. Unë jam një moshë mesme, i kam 2 vajza dhe një djalë, gjithmonë i thamë me njoftuar familjar se edhe të bukur një pjesë e madhe e fshatit është në Prishtinë. Prishtinë e fushë Kosovë. E kur takohna me familjarët e katunit, Bisede sipër. bisede sipër i proces fëmin i njoftoj. Ky është ky. Me ditë këne kitonin. Me ditë kanë e kim ma të afërm, mirë po tash edhe djemët jem bo nuk pëhenën tash si këtë në herë, tash kem vajza, kem djel, tash nuk pa pyet kërkush që e ki këto i ka e tije të kije. Nuk i shkojnë fort hëllë e hëllë, që shi kanë këshyrë këtë në herë. Unë e kam qef pak me të hallu pak senet, Po dhe ashtë do. me të hallu senet, mirë po, shala nuk bëha diçka ma e Inshallah veç mirë. Me qka po mirë në banorët e fshati, qfar punë e bojnë? E posh bëjtësi apo dominoj ke mirë? Mundet, po sot këta të rritë nuk pedojnë bujqësinë. Nuk pedojnë bujqësinë, mirë po dalin në qytet, po punu punë ndryshme. Në për gastronomi, në për lokale ndryshme. I kanë gjetë vetën. Mas edhe që të fshat e kanë braktis nuk e di që shmo. Apo ju pëlqen qyteti, lirë që mune me thonë se fshati është shumë i bukur përveç kësaj jeni edhe në komunë Prishtinës. Po, 2 hapa. po. Është e këshyrën. Që është në sot jetën, me dashtë, me jetu, me punu, me vepru në Kosovë mundemi, ka punë? Veç me pak angazhim mundet me mja dalë. Mja dalë mund mja dalë me bujqësie, me lektorie, ka diçka me ai që don me punue, mundet me mbjetu. Apo që thojmë edhe prej gurit të nxirr parën, ai që dën. Po, unë pesha, jam këtu edhe punëtor teknikën në shatin Sharban, në shkollë këtu. Apo? A na tregon, më falë se po ju ndërprej, sakt sa është numri në Zoncave, nëse e dini. Dikun 38 në zonë, sa 38, po. Po. Mirë është. Mirë është. Si ke punët e bujqësia, zakonisht unë e mirë në edhe ka pak me bujqësi. Jam mirë edhe që 10 vite thuj se i kom pas edhe mjedra. I kom hik ato që 3 vjetë e kam një serë. Qa kultivon? Domate. Domate. Po. Speca, domate. Mirë po, i kam pesari. Gjitha i mbjell me domate, speca. Po, E, kam 1200 fije, kam me domate. I ka shitjes mandej? Po, kam pikat shitjes, i kam, thuj se që 3 vite, viti 3 është tash, se kam, thuj se
me porosi. Tash veç të njojnë edhe e din ku dojnë me i marrë. Do shta më thonë që ka një përfitim, nuk është që s'ka. Sa mirë, edhe pa e pyetën e heq, i sinqert, nuk bën me thonë jes po ka fitim për derisa fiton. Po, Ne mbajt një familje, një jetë normale edhe tash mi krejt dynjon asnjë s'jem. tash falë edhe thmija më kanë, Në rrit. janë rritë thmija, Të ndihmojnë. po më ndihmojnë, 2 punojnë, qika madhe, thuj se është në fakultet vitin e 3, është ekonomi e bujqësi, e dyta është të punue, djali tash e ka kryer shkollën e mesme, edhe ai që 2 muaj ditë të punue. Mirë po, edhe unë në këton, edhe jam në punë shtetit, edhe me bujqësi, jarri më dalë. Ose jeni edhe punëtor teknik, edhe me punë knej. Edhe këtu, mas gjysën e kohës, mas dite, thuj se pe i 2-ve, kam kohë. Keni edhe ditë pushim mjaftueshëm e ja del disi. Po. Me banurt njini me gjithë. Ishit një gjak. Najna këtë fshati Sharban, këtë ku gravitojnë, ku jem këtu tash, jem në gjaku. E që kur ekziston ky fshat? Ju i lindëm edhe i rritëm, po besoj këtë. Kretna jena këtu, thu që tash s'po muj me cek me sa viteve që Bini 100 vjeçar jo, është i po. për mi dikun 300 vite besoj se jem këtu. Është janë para lagjet fshatit Sharban, është lagja Maqedanisëve, Alshegjve, Brajsharëve, atin po ata janë dalë në Prishtinë prej luftës. Braktis. O braktis prej luftës, se i kam pas kushtet më të shtira për rrugë. Na i na konë gjithmonë e këna pas vend më të mirë, konë autobusi, Kushtet më të mira Më të jenë mira. kanë, po me autobuse, me ujësjellce, energji, gjitha këto. po. A ka diçka që i mungon fshatit, edhe çka i dash me pas dë mos dë? Do më zdo. Kim do, tash gjitha Për kërkesa, shembull në i trotuar, s'kesh prish punë me pas. kim nevoj për trotuar. Kim nevoj ashtu, Se fëmi bukur shumë rrugëve, ne veç sot sa na ra gjatë xhirimeve kishim pak vështirë se makinat në lëvizje. pushimet veror në zoncave, po dalim me bicikla, kim nevoj për trotuar. Mirëmbajtjen e kishit nivel, ju lum, pastërti, rrugët ishin gjitha të pastërta. Po Se fillimisht e shikoj pastërtin. Tani kalojnë tjerat. po më në me majtë edhe nga si banor të shatit. Gjithçka perfekt, e rëndësishme mu m'ka pëlqyer shumë fshati, edhe njerëzit. Faleminderit shumë. Na jem më në gjdo mësafir që na vjen në shpinë, pa morë parasysh atë unë a në fshat dikun, në shpi të fshatit, më në me respektu mësafirin. Po dhe me vetë qa po dën, mas pori, qa po dën, për çka e dol, tani a do me dol në kamera, s'dën aty vendos. Edhe mos e dashëm bile respektin e bojna, mos më dal, mos më dal i edhe, po më dal i amel për gjdo shpije. Po morë pasysh një gotuj, E ne sot në këtë fshat kemi dol sheqer, nga çdo familje, faleminderit juve. Besoj, gjdo herë një të misardën në shatën tonë. Kem nevoj më dalë gjdo herë, jo veç ju, po edhe media tjera më na vizitue, për jetesin se bojna na, për gjdo sen. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu, Po ecëm ka dole. A ikem. S'po ecëm, po për rënqatë? Hajtë se po pim kafe. Hajtë nes, po mos ma mbush shumë. Ha? s'ka problem, ja turke, s'fare Ja dush. nes po pi, nes, pak ma letë. Dozë ma të letë.
Gjatë mirë, ishte Dilni knatësi. kështu, po Kismet, s'na edhe gjem. pa kamera. Faleminderit shumë, ishte knatësi. Miro pofshim. Hajde miqtë e mi, po e vazhdojmë edhe pjesën e mbetur të këtij fshati. Jemi thuja se fare në fund, po du me i falendëru edhe një herë këtë familje mikpritse e dashme, nga një familje e mirë në një familje tjetër të mirë, ju lumë. Me të vërtet fshati është perfekt. Jemi të shku në një pjesë cila na çon drejt fundit kësaj rrugice, po i marrëm pamjet e kemi edhe objektin e xhamis, edhe do kalojmë në pjesën tjetër të rrugës kryesore, e që është edhe përfundimi i këtij fshati. Nuk po m'pëlqen pjesa ku ndodhemi momentalisht, infrastruktura është shumë e dobët në këtë pjesë fokusondit, lutem. Pra, e vetmja pjesë e fshatit që ja paska prish pak hieshin, është pjesa ku ndodhemi momentalisht, nuk e di pse kam mbet kështu, një pjesë e vogël. Përshëndetje! Po si jeni? Edhe një pamje jo e mirë këtu ku ndodhemi. Edhe një pamje për sa të kalon, ju të regoj. Përshëndetje, si jeni ju? Pra edhe një pamje jo e mirë për këtë. Hajtë që po të përshëndetje shpejt. Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë, faleminderit. Si jeni ju? Mirë. Unë jam musafir. Musafir? Jam- Edhe në musafir valla jem. Kam marrë prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jam pushim këtu. Po, unë e kom marrë nga Kosova, në Kosovë. Mirë, shumë. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si kaloni? Mirë shumë, ju? Mirë, Të faleminderit. kush keni orë musafir? Unë kam hallën e kom pas këtu, tash i kam djalin e hallës, vajzat e hallës. Po, nipa e... Nipa e mesa e po. Shumë mirë. Uroj të kaloni mirë me qenë Faleminderit shumë, musafir. shumë faleminderit. Faleminderit Nuk di juve. shumë për këtë fshat, vetëm i kam hallën e kam pasur. Na qëni me familjarët e ju. Faleminderit Miro shumë. pofshim. Pra një pamje e shëmtume në fund të kësaj rrugice, për këto edhe bisedu me banorët se e kanë shumë problem, madje problem të madh me që kompania e pastrimit, e cila e ka nën kujdes këtë fshat, shumë rrallë vjen me i marrë mbeturinat, cilat normalisht s'kan ku milo banorët në shpesmundshmishti. Është kompania e cila do të kujdeset me ardhë vazhdimisht, edhe me i marë. Tash sa herë e ka njëherë njofë, dy, nuk e di, por që jo mirë. Objekti xhamis në një vend shumë të bukur, objekti i bukur, gjelbrim, gjallërin këtë fshat. Këto që kanë fillu me një urë, ashtura, shpia. Për këtë urën ka të regu prapa kamerës, po, një urë, shifeni se si kam betë, se që ka ndosh me thonë autori me këtë, veç pomit po ja u lëmë. Edhe kënej. Pse jemi kështu si popull i lojmë punë të zvarë, veç i fillojmë edhe i lojmë ashtë në gjysmë, hajde të mu isha mi thuj kontën e që të dikon. Që? Makinerit janë vendin e punës, punëtorët nuk janë, ura kam betë kështu, edhe një rrogic tjetër nuk është në gjendje të mirë, pra fundi i kësaj pjese nuk është në gjendje të mirë, si që është i tërë fshati. Po kalojmë pjesën krejt fundit të fshatit. Bukur, kështu dua, vetëm në rec t'jemi. Unë ju paralajmërova për mbylljen e ditës së sotme, po familjet këto nuk po të lësheshin qaqlet, jo. Na duhet me vazhdu edhe një tjetër pjesë tek një tjetër familje. Hajde po shkojmë.
Qyqy, përshëndetje. Po si jeni ajni mirë? Veç dorën, po ja o zgjati si janë të më pritë. Si, Qysh ja jemi ku kitë më tut? Ja, jo të stutër, i paske sy që stutër. Ja, Ja, stut në forës, jo vëllate. qartë. Zehër ka mirë jemi. Të si je? Mirë, faleminderit. Krejt familjen, Mirë, me punë që ka lënë. Vëllë, të gjata harra zhëzë. Po sha zotin, Qa, rëziko kja? Ja, rëzik, Ë? rëzik, ti për duke shumë ma rëzik se une. Se mëre, mos Na ma jena në gjithë. gut, jena qeta, pse këtu rrimi shumë Po disponuar. vallaj, a di qa du me ju thonë? hajde. Pas me kone gullakot edhe në qashtë jem. Gollokot? Po dhe pjesës gullakot, onës gullakot, Po. ama me gullak. Po, me gollokot. Edhe nësi me kone qësa jone. Qashtë jem e but. E but, Me se dokna. Qa të veç doke, kështu në shiqim të por, Po, po dukshë, ko që agresive kështu, po ta, dragoj. jo, ka dole, qartë. Ja kështë të but jemi. Ja, qartë. Mirë jeni, mirë po kaloni? Po, Ku ishte të shku? Na po shkujna, kem këtu në piknik, Po, kemi qërë bashkën, se shkëvi fotografon, qëta shku me fotografi. asa dhe bashkën teme, që ku se përna i ka autobusi. Hajde. Aja tje, tani përshën të atja? Deri atje, ti që e familje ku me Ti shku që- se më kanë ndollë, po. Po, aja familje është atje, na jena ma krysur që tu. Okej, Ska e soltë, arka këqyre, këqyre mirë, këqyre kofshtin, ju lumë. bastonën, specat, domatat, gjithë të na jenë që du të mjatë. Tash, nuk po jetonin në fshat? Jo, nuk u E veç jetojnë në vjen banes. e punën token, e shkon blokohesh në banes, a? Gjës blokon, ajës, atje Ani? është, se këtu e lypë, atje është knasi. Dimni ta se qyre pikniku. Po, tash si jemi ndimer. Jo, ta që e tartim që unë vinë jo, 2-3 ditë, 7 ditë, rrim. Që ma shumë po rriune për katunën se ti këtë, Se una, e në lindja. E Jo. lindja të ratë. të redë, valloh, jo, vash, S'po thrasën që jo, tash. s'po të rrim bashkë. Se esëm se në autobus, Hajde, miru na falni, pofshim, faleminderit, ishte knaci, miru pofshim. Hajde, miru pofshim. Po, krejt komi ti fotografu. Ibrahim Ademi. Ubo, miru pofshim. Ha? Na kur ta lisi, bam, 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 bam. A i zotnia shkoj, po tash edhe perimet i shkojnë. O, si në shpit bobes. Qa fix, Vilena i e thonja si mbosh që të bobes. Qa po të nëndi falë që leguen? Qep treja? Qep treja. Qa kodh? Tronguj. Nuk i thuhet ka vec. Qa i të thonë ashtë? Pa e pas ka derën. Ku i kobri që ta tronguj? O, pasha. Ua. Qa unë të mërë. Ishte një të vogël. Të tjeko kanë matë më ndhej. As pja qili dyrën heq. Që ma të pastër jenë që shtë se mi pastrua. Shtolbat. Shtolbat. Goti, na presin. Na pret një vire gjatë me shtolba. Ej, sa i lëngë shumë ashta. Hej, më që ku i pas kem pas? Po, qëto e marka të këthejna. Kismet, po të mushë kisën, edhe të mushë një tegull, ose kavanaz, me turshi. Hajde po shkojmë, kukun, vesh të orë që tamë. Mi këqër një mbetjet në dhemë, se në gjirimi jem. Hajde po shkojmë drejt kësaj familjes, ju të regova, unë veç erdha drejt fundit edhe veç më patë mbet fundi. Përshëndetja me juve, na ndali, ky banori, ky zotria me grun. Edhe si ndryshe Gollaku nuk po të qeshin qaq let, ja. A dëni mësafir? Mirë si ju gjetem. Faleminderit. Sa i përgatit, a? Mirë se keni ardhur. Mirë si ju gjetem. Unë jam Qerim Sharbani, Unë jam Dorontina. Dorontina të lumt, veç vazhdo tutje, suksesin Faleminderit tanë në i e gocë e re tash mundesh të jenë perspektivë me mri çdo gjë, veç me punë. Amen, inshallah, po mundohemi. Me ndoni. Si jeni? Mirë, jena mirë, kalojmë.
a ullum këtu, apo ullum Po atë. dënë ju jeni zoti shpis. Këtu e kam kapak që rri rëzit, na qatë Edhe ullum. ne kam qef më rëzit. Për ata mosafir që vinë që s'kanë kohë, ne i ulli këtu veç pak. Shpici dritës. Po, a kush donë për ma tje, për pak më nejtë për kafe, është atë. Për kafe, Është- as na nuk kemi shumë kohë, është i kësha thonë të rëzitja. Ja, ma mirë, po unë gjumë për nej kafe Hajde se... ulemi shpejt. Hajde, ordoni. Për ndryshe komplimente për shtepin, o borrin edhe gjithë shka qka Po, duket. hajde, mos u dath. Hajde, faleminderit. Qetë që të mojnë të gishta. Kush vjen për më bujt, është mrena. Po, Që, ja na me urna. bujt nuk i kem rënët. Hajde, ordoni. Faleminderit Urna, shumë. A Faleminderit. ulla unë pranteja nej. A? Kosh? Ju? Une. Ju do të mull këtë. A, Ose oke. i ndrojmë vendet, se para kamerës po ju loj juve, se mu ju kum bo bajat publiku të mpo. Çdo ditë. Jo, po, vajat Tyra për e juve nuk njëjtë. bëhet. Po si jeni? Mirë, jena mirë kalojmë. Mirë ka shkuar deri këtu, nuk kom shumë vjetë, unë vetëm 74 e kom plotësuar, për 75 po shkoj. Ani në pa, djali i ri. Je djaleri. 20 vjet mo. Që shenkon këtu 74 vite për ju. Këtu është 74 vite, mua më ka shkuar marë prej që kom qenë barish, çoban që i thënë këtu po. I kuptojmë të dy tjerët. I kuptojmë. Mirë, më ka shkuar këtu, kom lind, atje në fshat, aty ku në mesin e fshatit, i kena pas shpinë e bashkallakut. Matute kom shkuar, shkollë fillore 4 vjetë këtu, kurse klasën e 5 e kom vazhduar në Vllazhan. Është 8 kilometra prej këtuit, e shdodh kamin a shku edhe na kthye dhe rruga nuk ka qenë e këtil. Po, normalisht infrastruktura o kone dopt. Ne. Edhe po jetoni në fshat? Jo, na jetojmë gjithkon. Ku gjithkon? Fshat vim verës, dimnë shkojmë Prishtinë, kanë herë shkojmë Turqi, kanë herë shkojmë edhe në Francë, atë e kem djalin e madh, Po, shijej edhe na e shijojmë. Halal. Shembl, po ju marrë lakmi, zili, po ja u kom. Do më të reguaj se honën e kom brana, oj honë, hajde mëre se kanë orë Po musafir. shështë hona mëre? Hona është... Kafen për pytë hona qëfar e dëni. O, apo vesh një gotuj? O, faleminderit shumë, po kemi pish. Kemi pish shumë pasha zote, veç ka një gotuj, sa për Hajde atë. honë, hajde veç ju të regoj edhe për honën pak një farë historie. Hajde. Kur isha, unë e thash që kur e kom krye shkollën fillore 4 këtu, 4 në Vllazhan, matute e kom shkuar në Prishtinë shkollën e mesme. Kur kom shkuar shkollën e mesme e kom përfunduar dhe ato po sa kom përfunduar, në vitin 1970 ja kom filluar si mësim dhënës këtu, Sharban, 70. Matute e kom shkuar shkollën e lartë pedagogjike në Gjakov, histori, gjeografi. Po, kur isha në shkollën e lartë edhe kur isha në Prishtinë, këqyrësha me marru në të shkollune, do me thonë, shohë që nga bashkërë të nasita një. Edhe, aja arrite Edhe qëllimit. po arrita edhe, por për pive së në këto, si kjem në thët, han lije, jazgati. Po, Unë i thëmë për mu i e veç han. dhe qka bez gjatë, koti. Edhe akno e thash një poezi, thash ti e han, që e rësirën e bëndrit, unë jëm djelë për ty ruzën të kësorë këm e rëzit. Edhe, ja, i kem bojt fjallin Edhe, po. fjallën e këm te kalue, qaj këm premtue, ma shumë ja këm po se Sa mirë. se so i këm premtue, do me thonë, Po, kështë do të me qenë martesat. martesat. Jo lumë. Kike kur e martuan në vitin 1980, e kena marrë dhe ka qenë aja shtëpia që po do këtë me 3 gjakat. Me 3 gjak, dhomën e kom pas atë në katën e dytë e mirë ka qenë, i kom pas mobilet e Shqipadit Sarajevës, për marak kena jetuar 2 vjetë këtu në Bashkallak, 32 Europë ka qenë shtëpia e përbashkët. Por nuk ju pas karo gjatë, për 2 vite, a? Pastaj, i na shku me banes në Prishtinë të Xhamia Lapet aty, se kanë qenë vllaznia masmeje që mu shkollu atje edhe kena shku e Prishtinë. Ej, kur kena shku në Prishtinë aty jenë shkollu edhe vllaznët, unë matutje kom vazhdua punën në Prishtinë, atëherë u quq gjithë përmret fabrika e bukës edhe omelësira. Ma vonë Kosovarja ka moran. Aty e kena marru të shtëpin tonë, edhe kena edhe këtu, edhe atje tash jetojmë mirë s'bashkë, i kena 3 fëmijë, i lirën e kema të madhen, Ardianën dytin dhe mbretëreshën të uta kemë vajzën. Gjithë janë me fakultet, rejat janë me fakultet, na kalu mirë.
S'kanë si me dollë ndryshe, shembull jam prind, tani vazhdimsi. A bon veç që telefon? Po, edhe po e përfundojmi. Edhe po e përfundojmi. Reja nga Franca, po në thirë. Anja ju falenderojmë na. Ju falenderojmë edhe po ikom. Jo më ik, jo pa kafe hona në kulçon këtu. Po leti që thot hona. E gjizimin më në menal e vazhdojmë me kafe. Ja, hona nuk lëshon pa kafe. E kje do të tjetë pra, për sot, si ambelësira, që mi thonë atje, e mbitorte. Ose të na i thëmë të mëllarizi, është ai fundit që e përfundon ma vetën. Po, e vërtet, se jembel. Kisha dhe një pyetje për fund që mos më stërzgjot. Çka ju pëlqen më shumë ti me ardhën në Sharban? Padyshim keni shumë kujtime. Kom shumë. Po cili është ai kujtimi dhe ai kujtimi është nga fëminia kur kom qenë këtu bari edhe që kom lind. Nuk e quj këto si qytet para Bizantine, veri lindet Prishtinës në Çerpikun e Male Guallakut. Kjo është si mas meje emri Sharban do të thotë vend banim urban para Bizantin, do të thonë vend urban. Për ndryshe fshati na ka pëlqyer. Fshati është i mirë, i ka 3 lagj, këta mos të harrit të them, është lagja e poshtme, ke Jona, është lagja Alshiqu, atje ka Maqedon se dhe Sikiraç ka pas edhe është lagja Brajshor, atje ka pas aty lloj që kanë ardhur nga Serbia, domethënë fshatrat shqiptare atje që janë ardhur, aty ka pas Brajshor, Kelmende, Krasniqi, Mramore, lagja e tretë domethënë. Ka para lufte ka pas 120 shtëpi me 1200 banor, kurse tash paka. Edhe kur kom qenë në arsim, 200 për 1200 zonë s'kanë qenë, tash janë 30 e diçka zonë në 8 klasë, 9. Por e rëndësishme është që ato pak familje sa kanë betë gjitha ishin të mira. Mira janë familjet, janë bashkëpunëtor, janë punojnë, do me thonë, për para e në marrë me bujësi, blektori, po tash pak po asje si çdo njeni këtu. Si çdo njeni. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Ishte kënaqësi. Hajde, faleminderit. Çdo të mirë. Edhe ju ashtu. Pjesë tjetër e bukur e këtij fshati, jemi fare në fund, një fshat me një shtrirje bukur të madhe, nuk është e vogël, përveç kësaj, pozitën gjeografike ka shumë të përshtatshme, aq të përshtatshme sa që tokat janë shumë pjellore dhe në këtë fshat. Qa për qeshni? Qa ka për me qesh të dim? A din të qeshëm krejt bashk? Me të pa ty? Është një pjesë shumë e bukur ku pra isha duke ju tregu se bujqësia vazhdon në këtë fshat. Nuk e di edhe sa na ka mbet, me që e kemi një lëvizje tashme, edhe kemi rrugët stërmbushur me fëmijë, nuk po du me i pas në fokus, kështu që pak po e kam të pamundur lëvizjen. Jam kështu e kushtëzume. Hajde po kalojnë këtë pjesën këtu sa bukur shtëpit, edhe po m'duket që janë shtëpit e fundit të këtij fshati. Jam të e pa një tabel ku po shet kanë mjalë të beo. Pse gjithë kjo zhurmë me kriju pa pikë nevoje, me na pengu në gjirime, pak respekt bre, si jam gjirimi, jam të e promovu fshatin tënë. Edhe nuk është nevoja për zhurmat e ti për ta. Duhet qetësi, koncentrim, me diçka po folëm, jo veç hajt shablën. Mishtemi nga këto, mua së më mbet gjë tjetër, veç të falenderoj familjet e fshatit Sharban,
cilët na i hapen dyert sot në këtë fshat. Faleminderit edhe juve që vazhdoni të jeni çdo herë besnik ndaj neve. Ne takohemi në një fshat tjetër të bukur sikurse Sharboni. Deri atëherë, mirë mbetëshi!